Dy organizatorë të një skeme kriminale mashtrimi me call center, që u shkaktuan qytetarëve europian një dëm prej mbi 15 milionë eurosh, janë dënuar përfundimisht nga GKKO me një total për 23 vitesh burg. Togat e zeza dhanë 12 vite burg për Jusel Micin dhe 11 vite burg për bashkëpunëtorin e tij Mendin Domi. Treshja e gjyqtarëve Etleva Deda, Flora Haredinaj dhe Rudina Palloj, në 17 qershor vendosën po ashtu konfiskimin e 14 pasurive në pronësi të Micit dhe Domit apo dhe familjarëve të tyre. Të dy u shpallën fajtor për disa vepra penale: mashtrim kompjuterik, pjesëmarrje në grup të strukturuar kriminal, pastrim parash dhe fshehje të ardhurash. Mici përfiton nga gjykimi i shkurtuar dhe do të vuajë 8 vite burg, ndërsa Domi me 7 vite e 4 muaj burg. Dënimin do e kryejë në një burg të sigurisë së lartë. Gjykata vendosi konfiskimin e 14 pasurive të paluajtshme, përfshirë apartamente, sipërfaqe të mëdha tokash buqësore e llogari bankare me shumën 195.763 euro, 417.454 lekë dhe 528.719 lekë. Gjithashtu konfiskuan të gjitha sendet e sekuestruara gjatë kontrolleve në subjektin Telex SHPK, të cilat shërbyen si prova materiale në procesin penal. Grupi me bazë në Tiranë u godit në dhjetor 2022 pas një kërkese të prokurorisë së Pizës në Itali dhe pas koordinimit me Eurojust. Grupi mashtroi qindra qytetarë europian, italian, gjerman e spanjoll përmes mashtrimit me call center duke përfituar 15 milionë euro.